Javën e ardhshme, lidhja e sindikatave të Maqedonisë i nis blokadat, ndërsa mbetet edhe vendimi për grevë të përgjithshme nëse nuk rriten pagat. Ata dërguan thirrje të hapur për qeverinë të nënshkruajnë marrëveshje kolektive me të cilën paga do të rriten nga shkurti. Наредната недела, како што најавивме на големиот протест, ќе започнеме со блокади. I bëjmë thirrje përfaqësuesit e qeverisë të hënën të vinë në LSM dhe të nënshkruajnë marrëveshjen kolektive që rrit pagat e punonjësve për 40% dhe të rrisin pagën minimale në 600 euro nga shkurti i vitit 2026. Eftojmë përmes mediave të vi dhe të rris pagën përtej manipulimeve, të cilat thonë se LSM ka refuzuar të rriten pagat, ndërsa të paktën LSM proteston dhe nga rruga u themi atyre se nuk po i rrisin pagat, tha kryetari i LSM-s Slobodan Trandafilov. Për protestën që u mbajt të mërkurën, Trandafilov i falemnderoi të gjithë punëtorët që morën pjesë, veçanërisht ata që, siç tha ai, ishin nën presion që të mos dalin. Si shembull ku është bërë shtypje, i përmendi postën e Maqedonisë dhe zëvendësdrejtorin e përgjithshëm, si dhe kombinatin e duhanit Prilep, ku drejtori ekzekutiv u bëri thirrje të punësuarve të mos dalin në protestë dhe të nënshkruajnë dokument pranimi në KSL. Është për keqardhje që Konfederata e Sindikatave të Lira përmes mediave disa ditë para mbajtjes së protestës së madhe të punës për rritjen e pagave, doli me qëndrim se nuk ka nevojë për hapa të këtill radikal, sepse pagat e punëtorëve janë rritur për 20%. Nëse një antar në Konfederatën e Sindikatave të Lira i rritet paga për 20% në rregull, ndërsa nëse jo, menjëherë të dalë nga kjo konfederat, sepse termi të lira dukshëm është i robëruar. Kryetari Konfederatës së njëjtë tha se pagat e zyrtarëve janë të ulta, se duhet plotësisht të rriten dhe se zyrtar nuk mund të kenë paga prej 1000 euro, tha Trandafilov. Nga ana tjetër, kryeministri Hristijan Mickovski sot përsëriti se qeveria do të mbështesë dhe zbatoj marrëveshje për pagë më të lartë midis punëtorëve dhe punëdhënësve, duke theksuar se duhet të veprohet sipas ligjit në lidhje me pagën minimale. Ne ofruam rritjen e pagave të punonjësve administrativ me rreth 40%. LSM e refuzoi rritjen dhe në fushën e pagës minimale, sipas ligjit duhet të veprojmë sipas ligjit. Do të ketë rritje dhe nivelim. Në momentin e parë kur punëtorët dhe punëdhënësit arrin marrëveshje, ne si parti do ta mbështesim dhe zbatojmë atë, shkroi Mickovski në një postim në Facebook, duke ndarë fjalimin e tij në kuvent dje për këtë temë.